Thjesht korrekt me njerëzit, është thjesht profesionalizëm. Nga një shit e vjetë, sa na ke ndjekur? Nuk po të them si çfarë Jo, ke menduar, po sa na ke më ndjekur? thuaj çfarë duar se unë, domethënë ne i dim rregullat e formatit këto, s'ka problem. Unë e kam ndjekur jo në mënyrë obsesive, nuk e kam ndjekur. Sa na ke ndjekur ti? Ndoshta edhe pak më pak. 6? Pa ty. Do ta njohësh këto. Ka avantazhe dhe disavantazhe të futesh vonë se Po. sepse ti një njerëzit nga jashtë. A mendon që ishte avantazh ju që ju dha nga produksioni? Cili? A mendon që juve kishit një avantazh që na nominuat dhe na dhanë prioritet? Nuk e ndjej. Nuk e ndjej si avantazh, sepse është aty janë 4 veta nominim. Po një nga ata të penalizohet. Unë më shkoja ande nga Se nuk është avantazh. është avantazh. Sepse ju sa herë dhe ti nominuat banorët dhe i futët imunitet. Nuk po flas në rastin tim konkret, pse nuk ka shef si avantazh? Unë është si avantazh sepse të nominosh lojtar në ditën e 4 të lojës nuk ka në një peshë madhore për lojën time ose për qasjen time. Për lojën tuaj. Po ti sa herë dhe? Gjithmonë për lojën time. Flas për lojën time. Në krahasim me ne, mendon që ka qenë një avantazh? Në krahasim me kë? Me ne që jemi këtu. As ju dha një avantazh? Tani ju që jeni këtu e keni parë shtëpinë nga për brenda, ne e kemi parë nga televizori. Pa. Nuk ka avantazh në këtë sens. Okej, Nuk dakor. ka avantazh. E qartë. Unë bëra një zgjedhje që është, domethënë, në qasjen time super korrekte, që hoqja nga nominimi një lojtar që nuk del nga shtëpia për gjykimin tim. Pa, Dhe po patjetër. doli aty te ajo kaçja nuk del. Dhe unë